Në terenin e shkretë dhe të ngrirë të Arktikut, dy alpinistë zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Ajo që filloi si një ecje 2 ditore u shndrua në një gjetje të imagjinueshme. 3 kupola gjigante xhami, secila në kraterin e vet të akullt, u ngritën para tyre. Ajo që shtrihej në këto struktura ishte diçka për të cilën ata kur nuk mund të ishin përgatitur. E pabesueshme dhe surreale. Bobby, i stacionuar në një objekt kërkimor të Arktikut, e kishte studiuar rajonin për muaj të tërë. Kur ai ftoi Andrewn në këtë ecje, reagimi fillestar i Andrewt kishte qenë e qeshur edhe dyshimi. Ky vend nuk të fal, kishte paralajmëruar Andrew kur diskutuan për herë të parë udhëtimin. Është e rrezikshme, por Bobby ja ktheu me tregime për peizazhe të paprekura dhe një premtim për aventurë. Arsyetimi i tij shkencor e bindi Andrewn, pavarësisht dyshimeve të vazhdueshme. Me lëkundje, Andrew ra dakord duke shpresuar se udhëtimi do t'ia vlente rrezikun. Dyshja u largua herët nga baza kërkimore. Bobby u përshëndet me kolegët teksa ata u zhdukën në horizontin me borë. Kaluan orë të tëra ndërsa marshonin nëpër shkretëtirën e ngrirë. Dielli hidhte hije të gjata mbi borë, duke theksuar pafundësinë e rrëthimit të tyre. Eksitimi i tij ishte në kontrast të plot me lodhjen e Andrewt. Arktiku ka disa nga akujt më të vjetër në tokë, ndau Bobby, ndërsa fryma e tij ishte e dukshme në ajrin e ftohtë. Andrew tundi kokën i përhumbur duke u përqendruar në hapat e tij nëpër terrenin e akullt. Çdo hap ngjante si një fitore e vogël. Teksa dielli ul dhe temperatura të ranë, dyshja kërkoi një vend për kamp. Atje, tha Bobby, duke treguar një ngritje të lehtë për mbrojtje nga era. Andrew tundi kokën i etur për të pushuar. Ata shpaketuan shpejt pajisjet e tyre dhe ngritën një çadër të vogël të izoluar. Mirënjohës për pushimin e shkurtër nga elementet e ashpra të Arktikut, Andrew u mundua me dorezat e tij ndërsa Bobby punonte me efikasitet. Jo keq, pranoi Andrew, duke përfunduar kunjën e fundit të çadrës. Bobby buzëqeshi, i kënaqur, por momenti i tyre i qetësisë u shkatrua. Toka nën ta filloi të dridhej. Fillimisht zbehtë përpara se të bëhej më e fortë. Një ngjarje që asnjëri nuk e kishte parashikuar ishte gati të shpalosej. Vibrimi filloi holl, pothuajse si era, por u intensifikua shpejt. Çfarë po ndodh? Bërtiti Andrew, teksa toka u drodh dhunshëm. Fytyra e zbehtë e Bobbyt u kthye nga ai. Një tërmet, bërtiti ai. Duhet të lëvizim. Akulli u ça, copa fluturonin në ajër ndërsa terreni arktik shpërtheu në kaos. Andrew u pengua duke mbajtur me vështirësi ekuilibrin. Dridhja u intensifikua, duke e bërë tokën të valezohej si ujë. Gjëmimi shurdhues mbyti gjithçka tjetër. Duke braktisur pajisjet e tyre, ata u përpoqën të qëndronin në këmbë. Drejtoheni nga kreshta, bërtiti Bobby, duke treguar drejt terrenit më të lartë. Çdo hap ishte një përpjekje e dëshpëruar për të, shpëtuar nga terreni i paqëndrueshëm. Bobby arriti i pari në kresht, duke ndihmuar Andrewn në pjesën e fundit. Ata u shembën mbi tokën e fortë, duke marrë frymë me vështirësi teksa dridhjet u qetësuan, duke lënë pas një heshtje rëndqedhëse dhe të panatyrshme. Duart e Andrewt dridheshin teksa shikonin peizazhin e thyer. Çarje të thella dëmtuan borën, disa aq të gjëra sa për të gëlltitur një person. Ishte afër, mërmëriti Bobby me zë të pasigurt. Andrew tundi kokën në heshtje. Bukuria dikur mbreslënse e Arktikut tani ndihej armiqësore. Tërmeti kishte bërë më shumë se sa thjesht çarjen e tokës. Ai kishte zbuluar diçka të fshehur prej kohësh nën akull. Shiko atë, tha Bobby, duke treguar drejt kretave të largëta. Në fund të kraterit, duke kapur dritën e diellit, qëndronte një kupol gjigante xhami. Kur Bobby sugjeroi të zbrisnin, Andrew kundërshtoi duke paralajmëruar për tokën e paqëndrueshme. Por kurioziteti i Bobbyt e mposhti kujdesin. Ai kishte lidhur tashmë litaret për të zbritur. Andrew përshpëriti. Nëse do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë me siguri. Së bashku ata siguruan litaret e tyre, përpara se të uleshin në krater. Era ulurinte ndërsa i afroheshin kupolës. Atëherë Andrew vuri re diçka të çuditshme, një skicë të zbehtë në xham, një kapak. Bobby fshiu bryman. Është një mbyllje e përsosur, mërmëriti ai, duke kthyer dorezën.
Një fërshëllim me but doli ndërsa kapaku u hap, duke zbuluar një hyrje të ngushtë. Hapësira poshtë ishte e glabëruar nga errësira. Bobi spriti i pari. Figura e tij u zhduk në hije derisa zëri i tij bëri jehon nga poshtë. "Është e sigurt, zbrit." Andrew e ndoqi. Zbritja e tij ishte ngadalt dhe tensionuar. Së fundi, çizmet e tij prekën tokën e fortë. Elektriku i dorës i Bobit shpoi errësirën, duke zbuluar muret e larta xhami. Teksa lëviznin nëpër korridoret e mbuluara me brym, dritat e tyre zbuluan rreshta dollapësh të ndryshkur dhe makineri të vjetra të mbuluara me akull. Pastaj, një tingull metalik bëri jehon. Të dy burrat ngrin. "Çfarë ishte ajo?" Pëshpëriti ai. Bobi nguroi, duke u detyruar të qëndronte i qetë. "Ndoshta thjesht lëvizje metali," tha ai, meqense zëri i tij tradhtonte dyshimin. Ata hyn në atë që dukej të ishte dhoma e gjumit. Krevatet ishin të rregulluara mirë, sendet personale të paprekura, fotografitë ende buzëqeshnin nga muret. Dhoma ndihej ngrirë në kohë, sikur njerëzit ishin zhdukur në mes të ditës. Përpara shtrihej një dhomë e madhe kontrolli, me mure të veshura me panele të ndryshkura dhe drita që pulsonin në shtresat e brymës. "Kjo është e pabesueshme," pëshpëriti Bobi. Në qendër qëndronte një pajisje e vjetër komunikimi, e mbuluar me pluhur, por e paprekur. Mbi një tavolinë qëndronte një ditar lëkure i dëmtuar nga koha. Faqet e tij detajonin paqëndrëshmërinë sismike dhe dështimin e komunikimeve. Shënimi i fundit u ngriu gjakun. Tërmeti i pashmangshëm, objekti i rrezikuar. "Po tentojmë evakuimin." Asnjë përgjigje nga sipërfaqja. "Ata e dinin që po vinte," pëshpëriti Andrew. Përpara se të mund të fliste përsëri, një zhurmë e lehtë erdhi nga hijet. Dritat e tyre zbuluan një burr të dobësuar që po ecte drejt tyre, me rroba të reckosura dhe sy të humbur nga raskapitja. "Dilni jashtë," bërtiti burri, duke tundur një shufër metalike të ndryshkur. Andrew ngriti duart me qetësi. "Nuk jemi këtu për t'ju lënduar." I huaj u drodh duke studiuar fytyrat e tyre. Gradualisht, shtrëngimi i tij u lëshua. "Ky vend është i mallkuar," mërmëriti ai. "Kam qenë këtu për shumë kohë." Emri i tij ishte Clive, i mbijetuari i fundit i ekipit kërkimor. Zhurmat që dëgjuan ishin përpjekjet e tij për të trembur ndonjë vizitor të mundshëm. Ai u tregoi se stacioni ishte ndërtuar në vitet 1970, një qendër sekrete kërkimore e varrosur nën Arktik. Kur një tërmet masiv goditi, sipërfaqja u shemb, duke e mbyllur ekipin brenda. Shpëtimi nuk erdhi kurrë. 4 kolegë vdiqën menjëherë, 2 të tjerë nga sëmundja. Vetëm Clive mbeti duke jetuar me racione dhe thërime shprese. Bobi shpjegoi se si tërmeti i fundit kishte lëvizur akullin, duke ekspozuar kupolën që e mbante burgosur. Sytë e Clive-it u zgjeruan nga mosbesimi. Për herë të parë në dekada, liria ishte afër. Ata e udhëhoqën atë drejt kraterit. "Nuk e mendoja kur se do ta shihja më sipërfaqen," tha ai me zërin që i dridhej nga mirënjohja dhe trishtimi. Bobi dhe Andrew siguruan litarin duke forcuar rripat për të mbështetur trupin e brisht të Clive-it. I mbi ngarkuar nga emocionet, Clive nguroi kur mendoi të linte kupollën që kishte qenë edhe burgu, edhe shtëpia e tij. Frika nga e panjohura u përzje me premtimin e dritës së diellit. Andrew u ngjiti pari për të testuar litarin. Bobi qëndroi pas, duke udhëhequr Clive-in me saktësi. Duke u dridhur, Clive shtrëngoi litarin. Dobësia e tij ishte e dukshme, por fjalët e qëndrueshme të Bobit i dhanë kurajo. Ngadala ai filloi të ngjitej. Së fundi, Andrew e kapi për krahu, duke nxjerrë jashtë kupolës. Clive u shemb mbi borë, duke marrë frymë me vështirësi. Era e Arktikut i dogji fytyrën, frymë e parë e lirisë pas shumë dekadash. Bobi aktivizoi sinjalin e tij të urgjencës. Orë më vonë, zhurma e largët e helikave të helikopterit sinjalizoi shpëtimin. Helikopteri i shpëtimit zbriti përmes mjegullës së akullt, duke I marrë ata nga shkret të tira. Mjekët I mbështollën me batanie, duke kontrolluar shenjat vitale, ndërsa nxehtësia kthehej në trupat e tyre të ngrirë. Në spital, mjekët trajtuan ngrirjet dhe keq ushqyerjen e tij. Lajmi për mbijetesën e Clive-it u përhap në mbar botën. Shkencëtarët u mrekulluan me kupolat e fshehura të Arktikut dhe gazetarët e quajtën atë një nga historitë më të mëdha të mbijetesës së shekullit. Zbulimi
riformësoi mënyrën se si njerëzimi e shihte izolimin, qëndrueshmërinë dhe vullnetin për të jetuar. Autoritetet e shkatruan objektin e dëmtuar, por kupolat e xhamit mbetën si një memorial, një monument i ngrirë i këmbënguljes njerëzore dhe mistereve të varrosura nën akull. Teksa Clive u shërua, ai filloi të ndante historinë e tij publikisht. Duke folur para audiencave dhe studentëve, ai tregoi për frikën, qëndrueshmërinë dhe rizbulimin. Fjalët e tij frymëzuan miliona njerëz, duke u kujtuar atyre se edhe në errësirë ka gjithmonë një rrugë kthimi drejt dritës. Megjithse sprova e Clive-it përfundoi, Arktiku ende mbante sekrete të panumërta. Nën sipërfaqen e ngrirë, koha ruante mistere që përrisnin të zbuloheshin, dhe teksa eksplorues të ri guxonin të shkonin në veri, ata mbanin me vete trashëgiminë e Clive-it, një histori qëndrueshmërie, guximi dhe lidhjen e pathyeshme midis shpresës dhe mbijetesës.